Berati është kthyer në një prej destinacioneve më të lakmuara të Shqipërisë, duke tërhequr rreth 1 milion vizitorë gjatë sezonit të kaluar dhe duke u bërë një pikë referimi për mediat më prestigjioze ndërkombëtare. Time Magazine e përshkruan Beratin si një qytet ku gërshetohej mikpritja e ngrohtë dhe trashëgimia kulturore, me monumente si Kalaja, kishat bizantine dhe xhamit karakteristike. Le Monde, një tjetër media e njohur, e sheh Beratin si përfitues direkt të rritjes së turizmit në Shqipëri, duke vënë në dukje zhvillimet infrastrukturore dhe shtimin e vizitorëve nga viti në vit. Ndërkohë, The Sun e rendit Shqipërinë mes destinacioneve të reja për pushime, ku Berati përmendet për çmimet e përballueshme dhe pasurinë kulturore, vetëm 3 orë larg nga Mbretëria e Bashkuar. Condé Nast Traveler sugjeron qytetin 2400 vjeçar si një ndalesë të domosdoshme, krahasuar me bukuritë arkitektonike të rajonit italian të Pulias. Lonely Planet thekson se, ndonëse i zhvilluar turistikisht, Berati ruan sharmin dhe shpirtin autentik. Edhe Slow Travel i rekomandon vizitorëve të qëndrojnë të paktën 3 net për të përjetuar gjithçka që ofron qyteti. El Pais e cilëson si një gjevahir të Ballkanit, ndërsa revista franceze La Revue du Vin de France ka përzgjedhur 3 kantina nga Berati, Çobo, Alpeta dhe Pupa, mes më të mirave në vend. Qyteti konfirmon rolin e tij si simbol i turizmit shqiptar, shpesh zgjedhur edhe si imazh përfaqësues në promovimet ndërkombëtare për Shqipërinë.